Ka qenë deri në dhjetor të shfrytzuar për operatorëve ilegal, të cilët janë mbyll, edhe në dhjetor posta e ka marrë pronësinë, e ka rikthy, edhe atëherë kam punuar për me renovu për me hap. Përgëzoj për këtë punë që kemi bërë që po e kurorëzojmë sot. Zyra e 4 të postës Kosovës Leposaviç, 2 prej tyre në qytet. Faleminderit shumë postës Kosovës, Ministrisë Ekonomisë dhe Komunës së Leposaviçit. Ky është një lloj bashkëdyzimi i ligjshmërisë dhe i cilësisë. Ata operatorët e palicencuar që kanë funksionuar më herët janë mbyllur dhe tash e kemi postën e Kosovës ku përveç dërgesave të zakonshme të postës mund të pranohen edhe mjete financiare në euro për qytetarët e Leposaviçit. Besoj që është një lajm i mirë edhe për banorët e komunës, por edhe për shërbimin postar publik të Republikës së Kosovës, përgëzime, Nora, Artane, Lulzim edhe Marina. Më theksohet që posta e Kosovës dikur ka operuar me humbje, e tash me kryeshefën e re, Nora Racin, operon me fitim, dhe përveç kësaj ka shtrirje territoriale gjithandej anë kënd komunave të Kosovës dhe për brenda komunave edhe në zonat të cilët janë më larg prej qyteteve e qytetave, sepse dhe andej ka banor. Posta e Kosovës nuk e shikon se ku ka fitim që të ketë zyre, ku ka qytetar që të ketë shërbim. Përgëzime dhe juve dhe shtetit Kosovës, qeverisë, ju falenderoj shumë, e falenderojmë edhe postën e Kosovës, sa e di unë edhe në Leshak është një pikë atje, edhe atje ju kësha bo, ju ftoj që shkoni edhe atje të qeni, atë pikë postës. Planet tona jonë që t'jemi sa na prezent aty ku ka nevoj qytetarit, shërbehet ne edhe si operator publik, postari vetëm për shërbime postare, kemi dhe obligim ligjor, po edhe moral që gjindemi pranë qytetarëve anë kënd Kosovës. Kjo zyrë dhe kjo angazhim besojt në komunën e Juje tregon për pushtimin dhe seriozitetin e kompanisë tonë, ndërmarrjes tonë, po dhe të qeverisë në përkrajen që na ka ofruar me zgjerimin e zyrave postare anë mban vendit.